Labas rytas, gerbiami žurnalistai. Šiandien, turiu pasakyti, man ypač malonu Vilniuje priimti ir pasveikinti Kosovo ministrą pirmininką, poną Isasą Mustafą. Tai yra pirmas vizitas Kosovo ministro pirmininko Lietuvoje ir aš manau, kad tai yra istorinis momentas ir esu įsitikinęs, kad šios dienos susitikimas yra labai svarbus mūsų šalių bendradarbiavimo vertinimui ir santykių tęstinumui. Visgi noriu pabrėžti, kad turime siekti glaudesnio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo ir kviečiame abiejų šalių verslą išnaudoti esamas galimybės bei Lietuvos ir Kosovo geografinės padėties regione privalumų. Ir kaip tik susitikimų metu pabrėžėme paramą Kosovo Prištinos dialogui, siekiant tvarios kaiminystės regione. Ir šiame kontekste labai svarbu tinkamą dėmesį skirti etninės ir religinės tolerancijos skatinimui. Po vykdomas reformas pasirašytas stabilizacijos ir asociacijos sutartis su ES. Tai yra labai svarbus elementas, numatantis šalies santykių su ES perspektyvas. Ir mes esame pasirengę pasidalinti savo integracijos su ES patirtimi ir toliau aktyviai dalyvauti dvynių projektuose su narystės ES siekiančiomis valstybėmis. Lietuva tiesiogiai prisideda prie saugumo užtikrinimo Kosove, deleguodama savo atstovus ES teisės viršenybės Julex misiją ir į NATO vadovaujamą operaciją Kosove KFOR. Thank you very much. Zoti kryeministër, ju falenderoj shumë për këtë mundësi që më dhatë që të vizitoj Lituaninë. Mr. Prime Minister, I want to thank you very much for the opportunity of receiving us and having us visit Lithuania. Unë pata nderin e veçantë që sot bisedoj me kryeministrin Algirdas Butkevičius. I had this rare opportunity and honor to meet today and discuss with Prime Minister Butkevičius. Të falenderohem për krahin që kemi marrë nga Lituania gjatë gjitha këtyre viteve. To thank you for the support that we have received from Lithuania throughout all these years. Ne vlerësojmë shumë të arriturat e juaja. We value very much all of your achievements. Sikurse në anën e zhvillimit demokratik, por ashtu edhe zhvillimit ekonomik. In democratic development, but also economic development. Ne kemi pas një përkrahje të vazhdueshme në suazat të institucioneve të Bashkimit Evropian. We've had continuous support through the European Union institutions. Kemi pas prezencën e juaj në KFOR dhe në EULEX në Kosovë si misionet NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. We've had your presence in Kosovo through KFOR and European Union Rule of Law Mission. Cilat kanë punuar në paqë, në sigurimin e paqes dhe stabilitetit vendit tonë. Which have worked and ensured peace and security and stability in our country. Ju falenderoj po ashtu edhe për përkrahjen që na keni dhënë për kandidimin dhe ndarësimin tonë në UNESCO. We want to thank you very much also for our application in the UNESCO membership. Sepse jemi të interesuar që të jemi pjesë botës kulturore, shkencore, edhe arsimore. We're interested in being part of the science, education and cultural world. Që mos mesim vend izoluar. That we do not remain an isolated country. Theksova sot edhe nevojën tonë me kryeministrin që të kemi përkrahjen e juaj në liberalizimin e vizave. I also emphasized with the Prime Minister today that we need your support in our visa liberalization process. Sepse jemi vetëm vend Ballkanin perëndimor që kemi mbetur akoma me regjim të vizave dhe me kufizim të lëvizjes. We remain the only country in the Western Balkans with limited freedom of movement and visa regime. Që kryesisht ndikon tek shkollimi të rive, por edhe te bizneset. Which affects our education of young people and also business. Ne jemi të interesuar të thellojmë bashkëpunimin ekonomik me ju. We're very much interested in deepening our business and economic cooperation with you. Edhe gjejmë interesat e përbashkëta, të cilat do të na lidhen më vonë në një punë të përbashkët dhe zhvillim përbashkët. And to find a mutual and common interest that will connect us and collaborate with each other more in the later phase. Thank you very much. Question for Kosovo Prime Minister. You briefly mentioned the bid for membership in UNESCO, and I understand today is the vote. Why is that important for your country, and what are your expectations for today's bid? Premjera, Lietuva kaip supratau remia, ne? Taip, ir šiandien 12 val. Kaip tik bus balsavimas, jūs teisingai. Po ne presim që ta kemi të
themi shumicën e votave dhe të antarësohemi. We expect that we receive majority of votes and then we become members. Tash ne jemi një vend shumë etnik, We are a multi-ethnic country në cilën edhe gërshëtojmë kultura të ndryshme edhe with, etnike dhe fetare. in which we have many ethnic and religious common cultures. Ne jemi të interesuar që të zbatojmë kriteret e UNESCO sa i përket trashëgimisë kulturore. We are very much interested in enforcing criteria of UNESCO in regards to cultural heritage. Ne kemi pas vërejtje veçmas të Serbisë sa i përket kishës ortodokse serbe. We've had concerns from Serbia in relation to the Serb Orthodox Church. Mirë po I kemi dhënë gjitha garancionet tona se ne do ta ruajmë kishën ortodokse dhe do ta kultivojmë. But we've given all of our guarantees that we will protect and cultivate the Serb Orthodox Church. Edhe sa I përket pronës edhe sa I përket aktiviteteve fetare. With regards to property, but also religious activities. Do të janë manastire, kisha të cilat gjithmonë janë ruajtur në Kosovë. We have monasteries and churches which were always protected and preserved in Jemi të Kosovo. interesuar po ashtu që të shfrytëzojmë edhe programet në fushën e arsimit dhe shkencës. We're also interested in using and utilizing educational programs in science and education. Sepse ne kemi diku në mbi 50% popullatës e kemi në 25 vjet. Because over 50% of our population is under the age of 25. Do të thotë kemi 1/4 e popullatës, më shumë se 1/4 në procesin e shkollimit. So 1/4 of our population is in the education process. Edhe dëshirojmë që të jemi pjesë, themi, arsimimit, programeve të arsimimit And we botror. want to be part of educational programs of UNESCO.